Biznesmenët e shoqatës së Tukijat morën pjesë mysafirë ndirin në panairin ndërkombëtar të mbajtur në Dubai, një nga ngjarjet më prestigjioze në sektorin e gastro-hotelerisë. Gjatë këtij aktiviteti, delegacioni Tukijat pati mundësinë të prezantojë me dinjitet vendin ton para pjesëmarrësve nga e gjithë bota. Gjatë këtyre ditëve të panairit, përfaqësuesit e Tukijat zhvilluan takime me ndërmarrje dhe investitor potencial, duke promovuar turizmin, gastronominë dhe mundësinë e bashkëpunimit ekonomik. Delegacioni pati gjithashtu rastin të vizitojë nga afër disa prej atraksioneve më mbreslënse të Dubait, duke e bërë këto udhëtim një eksperiencë të plot profesionale dhe kulturore. Në një intervistë ekskluzive në Dubai, kryetari Tukijat Raki Pëqesko u shpreh. E falenderoj pjesëmarrësit, ka qenë një pjesëmarrje dinjitoze, ku të gjitha bizneset kanë shprehur nga dëshmërinë të bashkëpunohet në këtë lumi e gastronomisë të restoranteve. Është e theksuar që Dubai nuk ka katimi. Domethënë do të ketë një mundësi profitabile të fitohet 100%. Është një vend ndër tregtia që zhvillohet me një hovë shumë të madhe. Unë prek Dubait që në ditën e 4 jemi sot këtu, kemi pas mundësi edhe të vizitojmë vendet më të bukura të botës. Kjo vizitë ishte një sukses për shoqatën tonë dhe për vendin që përfaqësojmë. Pjesëmarrja si mysafir ndiri në Dubai na dha mundësinë të krijojmë kontakte të rëndësishme dhe të nxisim bashkëpunime të reja. Falenderoj të gjithë anëtarët për bashkëpunim dhe atmosferën e shkëlqyeshme. Ishim vërtet si një familje. Ai shtoi gjithashtu se aktivitetet e Tukijat do të vijojnë me të njëjtin intensitet. Vizita jonë radhës do të jetë në Doha të Katarit më 11 dhjetor, ku do të marrim pjesë në një tjetër panair ndërkombëtar shumë të rëndësishëm. Ashtu që mund të them çdo kujt të vinë këtu apo të na bashkëpunojnë me ne, dhe do të jemi përkrahës për të hapur bizneset në Dubai. Unë falenderoj Klubesën, falenderoj bizneset tona që ishin me ne, gati 16 biznese, edhe panairi radhës do të jetë me 11 dhjetor në Katar. Tukijat vazhdon misionin e saj për promovimin e biznesit, kulturës dhe traditës shqiptare në arenën ndërkombëtare. Look my way, I've been patient. Found you here, it's no accident.